jo për dëshirë, por familja ime nuk pati rrugë tjetër. Sot jam këtu. Brava Bur Berisha Bur, brava Bur Berisha Bur, brava Bur Berisha Bur. Sot jam këtu t'ju them se kur nuk kam dashur të ikim nga Shqipëria. Jam këtu për të folur me dashuri dhe dhimbje për vendin tim. Me dashuri, sepse Shqipëria na ka dhënë emrin, prindrit, motrat, vëllezrit, gjyshrit, gjuhën, edukatën. Me dhimbje, sepse ky pushtet na i ka hequr të gjitha, na ka hequr dignitetin, na ka hequr prindrit, vëllezrit, motrat. Dhe ne jemi bërë prindër të prindërve tanë, jemi detyruar në përbot t'i marrim për dore dhe t'i përkthejmë një gjuhë që nuk i përket. Dua t'ju them që gjithë këta njerëz këtu janë plotë me ëndra, shqiptarëve nuk u mungojnë ëndrat. Na mungojnë kushtet që këto ëndra t'i ndërtojnë këtu në vendin tonë dhe jo të ikim. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Ma jepe dorëqen. Po më qoj mesazhe, po më thonë atë nga Skënderbeu, qëtyu një pak nga sheshi tjetër se s'kemi vënd. A shumë jeni sot. I them shefit Sëqines, sa 17.850 jemi sot. Jemi shumë më shumë. Ka 3 ditë që na bën presione me civila, me foto, me këto kamerat këtu, me na çojnë mesazhe mos u paraqitin protest. Po tani që ka ardhur diaspora, do ishni nga puna. Si do ishni nga puna? Ata kanë ardhur të heqin ty nga puna. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Qefi dhe do përshëndes në Të parinin, rezin e shpresës tonë, e nga Torinua, jam nga Skapari. Histori, kam një urejti do të njëse më shpërgjëndroj kjo që. Kam një urejti për mjekësin, për mjekët. Dhe për infermierët, por mjek, dhe për lojë, si nuk e mu diagnoze ju që në fillim, kur ty i qatin. Ken Jakupi nga Britania e Madhe. Edi Rama, nuk t'i fal kur lot të nanës time, kur na përcil të zistoni për Britani. Nuk t'i fal kur në kutës, lot të mërave tona këtu, që qanin. Kur shkonin fëmijët e tyre dhe nuk arrini të njihnin asnjë për ta asnjë. Sepse ti doje të pasorohesh në kurrizën e popullit, sepse ti doje të llabroje Shqipërinë, të bëje shqiptarët. Dhe ti mendove për një moment që shqiptarët do kthehen në një mërgat, por gabove rënd, sepse mërgata është këtu. Edi Rama, jep dorëheqje bashkë me Saliun. Koha juaj ka marrë fund, sepse populli shqiptar nuk është më dele, dhe ta keni të qartë. Ju ka ardhur fundi, dhe më mirë që mos t'ju vi një fund shumë i hidhur, jep një dorëheqje. Rrov populli shqiptar,
rreth trimëria juj, jeni shpresa e fundit që ne kemi, sepse në qoftë se ju nuk e realizoni sot, ai do bëhet më i egër. Përshëndetje! Ardiana Mete nga Kukçi! Jetoj në Gjermani! Do të detyrova të ik nga mas bindja në Shqipëri! Nuk i lështrojmë politikës korruptuar! Mungesë e kushteve në spitale! Padrejtësia për të hyrë në punë! Poshtë qeveria dhe njerëz të korruptuar! Kam për rrugë të gjatë për të këtu! Kontrole në të kona! Vetëm për të këtu! E dua Shqipërinë më bëhet mishi kokër! Poshtë qeveria! Poshtë e Tirana! Rafte në kretë që kanë ardhë dhe faleminderit shumë për shqiptarët që na presin këtu! Poshtë qeveria! Faleminderit shumë! Saulan Balla ju ka bërë një foto dhe thot që jeni AI. Regoni nga këtu sa AI jemi ne! Nuk ka AI Saulan që prohet ka shumë! është gjak shqiptari! Roma të gjithë shqiptar! O popull që sot jemi të pandar! Kam nevojë vetëm një moment për qetësinë tuaj. Kemi ditë që i thrasim diasporës të vinë në shtëpi, të vinë në shesh, dhe diaspora ka ardhur sot si ai tashi me këmbor që futet në parin e shtëpisë të vet, mbretëror. Për divan, në Shqipëri, më në fund, në koka të kuror. Shqiptare ka me shumë rëndësi këtë merak. Unë vi nga diaspora e Berlinit, diaspora zemra jonë. Ne pa ty na e gjunjësojmë, ne me ty jemi fuqi, që mundi perandori. Mos e harroni asnjëherë, se kur jemi bashkë të pandar, nga interesat tona vetjake, nga Afrika, nga partit, ne kemi më shumë fuqi se çdo perandor. Shqipëria jonë e re ka ndodhur, me fitore do dalim nga ky shesh, të gjithë bashkë do ta ndërtojmë këtë vend më mirë se më parë. Ju dua!